Nga zjarfikës në lider të komunitetit, mbështesni Soni Vataj për North Castle. Në njoftim publik, Mark Gjonaj ka bërë thirrje për mbështetjet kandidatit me origjinë shqiptare Soni Vataj në garën për portin e qytetit North Castle. Ai i fton qytetarët të marrin pjesë në një event mbledhje fondesh për nder të Vataj që do zhvillohet të martën me 30 shtator nga ora 18 deri në 21 në restorantin Amore One Can Place Unmock në New York. Soni Vataj është baba i 4 fëmijëve, një antar aktiv i komunitetit, duke shërbyer mbi 10 vjet si zjarfikës, vullnetar dhe aktualisht si kapiten në North Castle Fire Districti 2. Përmes angazhimit të tij në shërbimin publik, Vataj ka mbrojtur fqinjë dhe ka kontribuar në rritjen e sigurisë në komunitet. Përveç shërbimit si zjarfikës, Vataj ka shërbyer gjithashtu si realtor dhe ka qenë pjesë e fushatave politike të Asamblesë së Shtetit, duke sjellë përvojën e tij të gjerë në qeverisje dhe zhvillim komunitar. Duke folur për rrugtimin e tij, Vataj thotë, si emigrant e kuptoi personalisht sfidat dhe sukseset në ndërtimit të një jete të re. Përmes punës pa lodhur dhe këmbguljes, arrita arritje që dikur i kisha vetëm ëndërruar, përfshi blerjen e shtëpisë time në Armonk. Kontributet për mbështetje mund të jenë 150, 250, 500 ose $1.000, ndërsa durimet mund bëhen edhe përmes linkut ose në www.sonivataj.com/donate. Pjesëmarrësit mund të konfirmojnë praninë edhe përmes telefonit 347 544 3879 ose me email friendsofsonivataj@gmail.com.